Partia Demokratike e Vlorës drejt zgjedhjeve për kryetarin e ri të saj. Televizioni 6+1 Vlora zbardh ekskluzivisht 2 kandidaturat që do të garojnë për kryetarin e ri të Partisë Demokratike. Nada Meçorapaj dhe Darling Banushaj janë 2 kandidatët që do të jenë përballë njëri tjetrit në garën brenda partisë për kryetarin e ri të saj. Ish deputetja e Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Nada Meçorapaj dhe Darling Banushaj janë 2 kandidatët zyrtar për kryetar të Partisë Demokratike të Vlorës. Lajmi konfirmohet zyrtarisht nga burime pranë Selisë Blu, ndërsa mësohet se ende nuk ka mbritur udhëzimi për datën se kur do të mbahen zgjedhjet sipas parimit një antar një votë. Është hera e parë që një grua kandidon zyrtarisht për kryetare të Partisë Demokratike në Vlorë. Nada Meçorapaj nuk është një emër i panjohur në strukturat e Partisë Demokratike. Ajo ka angazhime dhe kontribute, ndërsa më parë ka qenë edhe deputete i qarkut të Vlorës, ndërsa ka mbajtur një sër detyrash të rëndësishme brenda Partisë Demokratike, por edhe në pushtetin vendor. Aktualisht Nada Meçorapaj është sekretare përgjithshme e Degës pranë Partisë Demokratike të Vlorës, ndërsa kandidati tjetër Darling Banushaj përfaqëson të rinjtë e Partisë Demokratike. Ai aktualisht është antar i Partisë Demokratike, ndërsa tashmë do të garojë për kryetarin e ri të kësaj partie. Televizioni 6+1 Vlora mëson nga burime pranë Partisë Demokratike të Vlorës se zgjedhjet për kryetarin e ri të Degës mund të mbahen këtë të diel, më 15 mars. Megjithatë, për këtë pritet të zbardhet vendimi i Partisë Demokratike Shqiptare, që pritet të mbrijë në degën e Partisë Demokratike të Vlorës në orët në vijim, bashkë edhe me zyrtarizimin e 2 kandidaturave për kryetarin e Degës, Nada Meçorapaj dhe Darling Banushaj. Aktualisht Partia Demokratike e Vlorës drejtohet nga kryetari komanduar Hysni Shara, pas dorëheqjes së Atirt Hoxhës, i cili u përfshi në garën për deputet.